Thot Allahu Jalla wa Ala, ala siratin mustaqim, o Muhammed. Le të flasin me njerëzve çka të duan për ty, le të flasin koqësie për ty, le të flasin nana dhe baba dhe familjarët e tu, se ti ke lut menç. Ti prej në momentin kur ke filluar të falesh ti nuk je diçka në rregull. Dhe e ngjashme si ajo, mjafton dëshmia e Allahut, dhe në realitet kjo është edhe një ders i madh për ne si hoxhallar, edhe për ne si misionar dhe thirrës në fenë e Zotit subhane. O vëllezërit e mi, e rëndësishme është a jemi në udhën e Zotit subhanahu wa taala, nuk është e rëndësishme se çka flasin të tjerët për ne. Për arsye se nëse flasin njerëzit për ne mirë, kjo është shenjë se filani mashallah te barekallah ka zemrën. Jo vallahi nuk do të thot. Sa për njerëz o ju vëllezërit e mi, sot lund ecin nëpër xhenetet e Allahu xhalla wala dhe ne nuk vadim emrat. A dini kush është një prej tyre? Është ai djaloshi ju vëllezër që erdhi te këta 3 pejgamber dhe ju ndihmoi atyre. Populli atyre e vrau këtë djaloshin. Dhe Allahu Jalla Jalalu në fund tha, qila dukhulil janna, ati ju tha hyn në xhenet. Hyn në xhenet. Allahu Jalla wala po na tregon për një djalosh që ka qenë tek populli që ka kalu para nesh, vetëm që i ndihmoi pejgamberëve të Allahut, apo i ndihmoi davetit, kushtimisht themi të hoxhallarëve dhe të projekteve të hoxhallarëve, edhe pse është pas kamerave, edhe pse është nuk shihet në mesin e njerëzve, për ata njerëz Allahu Jalla wala thot qila dukhulil janna, hyn në xhenet. Pra po na ka treguar Allahu Jalla wala për para 1400 viteve vallahu im se ky njeri është në xhenet. Po ja dini emrin? Unë personisht nuk ja di emrin. Dhe kot lodhen dietarët e tefsirit që të gjejnë emrin e këtij personi, emër të cilin e la të panjohur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, që do thotë jo vëllezër, nuk është shumë e rëndësishme se sa je i njohur, se ka për njerëz pasi thash të jenë të panjohur, por për ata Allahu Jalla wala tha udkhulil janna, hin në xhenetet e Allahu subhanahu wa taala.